Në 5 thirrjet publike në fund të vitit të kaluar për dhënien me qira të tokës bujqësore shtetërore, në Ministrinë e Bujqësisë janë dorëzuar 1600 oferta, ndërsa janë dhënë gjithsej 982 vendime për dhënien në shfrytëzim të rreth 2862 hektarësh tokë bujqësore shtetërore për bujqit. Sipas ministrit të bujqësisë, Cvetan Tripunovski, së shpejti do të ketë edhe thirrje të tjera publike për dhënie të tokës bujqësore shtetërore në shfrytëzim për bujqit. Sipas Tripunovskit, çdo pëllëmb toke bujqësore shtetërore do të shpërndahet në mënyrë transparente. Në periudhën e ardhshme do të shpallim thirrje të reja për ndarjen e tokës shtetërore me qëllim që të vihet në funksionim pjesa tjetër e tokës bujqësore për bujqit dhe të mundsojmë që çdo qytetar i cili është i interesuar të kyqet në prodhimin e ushqimit. Me këtë ofrojmë edhe mundësi të reja për të rinjt, blektorët dhe të gjithë të interesuarit që të merren me bujqësi, deklaroi Cvetan Tripunovski, ministri i bujqësisë, pylltarisë dhe administrimit të ujrave. Ditë më parë, Ministria e Bujqësisë gjithashtu njoftoi se tashmë është shpallur thirrje për mbështetje financiare prej 10.000 eurosh për çdo bujk të ri me qëllim vazhdimin e procesit bujqësor në vend.